Ora 5:17 e mëngjesit, ndërsa të gjithë flinin, Shkupi nis shkatrimin. Pas 50 vite, shkupianët përkujtojnë pamjet e hidhura të tërmetit të 1963-s, të cilat i ndryshuan kahun jetës së tyre. Kjo fatkeqësi ishte ndër më të rënda që ka përjetuar kryeqyteti i Maqedonisë. Më shumë se 1070 persona vdiqën ose mijëra të tjerë mbetën pa kulm mbi kokë. Me ndërhyrjen e shteteve të tjera të Jugosllavisë së asaj kohe, si dhe ndërkombëtarëve, qyteti u rindërtua shpejt, por gjurmët e tij mbetën për gjatë gjithë jetës. Edhe pse u ndërtuan objekte të reja, ky qytet i lashtë humbi pjesën më të madhe të trashëgimisë kulturore nga periudha e sundimit osman. Sot në shenjë përkujtimit të jubileut të tërmetit, qyteti vërshon nga aktivitete të ndryshme për shënimin e kësaj date. Dita filloi me vendosjen e luleve tek varrezat e viktimave në Butel, por megjithatë numrin e lartë të autoriteteve vendore dhe të huaja, as presidenti Ivanov dhe as kryeministri Gruevski nuk ishin të pranishëm. Edhe delegacioni të huajve kryesoi nga kryetari i qytetit të Shkupit. Trajanovski më vonë shpalosi në një konferencë fotografin nga tërmeti i vitit 1963, si dhe të Shkupit në përgjithësi para dhe pas tërmetit. Në një tjetër ngjarje kushtuar 50 vjetorit të tërmetit, Kryqi i Kuq ndërmori një aksion për dhurim gjaku.